mujt pak më shumë detaje për këtë pjesën e ngritjes së kapashkuarat të Amerikës, më konkretisht a mundeni më na tregoni? Sapo vi nga takimi që pata në Ministrinë e Mbrojtjes me komandantin e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë dhe Afrikë, një vizitë e paralajmëruar me qëllim të forcimit të bashkëpunimit tonë, pra me general lejtnant Dunaje, patëm një takim me të vërtet të frytshëm, ku diskutuam për mundësitë e bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë fusha, por edhe që ndërlidhet edhe me një vendim shumë të rëndësishëm që morëm sot në mbledhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës, atë të miratimit të nismës për marrëveshjen kornizë në fushën e mbrojtjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës. Për përmbajtjen e kësaj marrëveshje jemi dakorduar gjatë vizitës sime që kam pasur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më saktësisht në Departamentin e Mbrojtjes në janar të këtij viti, ku kemi diskutuar dhe jemi dakorduar pra për përmbajtjen e marrëveshje të rëndësishme dhe e dyta e tillë në Republikën e Kosovës pas asaj që nënshkruam me Republikën e Turqisë vitin e kaluar. Kjo marrëveshje parasheh bashkëpunim, thellim të bashkëpunimit, zgjerim të bashkëpunimit dhe fuqizim të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në shumë fusha të mbrojtjes, disa prej cilave duke kemi bërë më herët, siç është bashkëpunimi pikërisht në industrinë e mbrojtjes, një fushë në cilën ne po punojmë në vazhdimsi edhe me partnerët tjerë. Pra janë 5 pika kryesore për cilat jemi dakorduar që të thellojmë dhe bashkëpunojmë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, planifikimi i mbrojtjes dhe qeverisja e mbrojtjes. Pra Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbështesin Ministrinë e Mbrojtjes për një planifikim profesional, për një planifikim të mirëfillt të mbrojtjes, si dhe të qeverisjes së mbrojtjes me synim rritjen e mbikëqyrjes civile, do të jetë menaxhimi i resurseve humane dhe me menaxhimi i resurseve të mbrojtjes, gjithashtu do të jenë fusha ku do të bashkëpunojmë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërtimi i kapaciteteve strategjike ushtarake. SBA-t do të mbështesin Republikën e Kosovës në ndërtimin e kapaciteteve strategjike ushtarake, duke përfshirë edhe mbrojtjen ajrore, kapacitetet ajrore edhe fusha tjera për cilat ne jemi duke punuar për të ndërtuar në fazën e tretë të tranzicionit. Pra SBA-t do të sjellin ekipet cilat do të bëjnë vlerësimin, por do të mbështesin Ministrinë e Mbrojtjes në prokurimin e sistemeve të armatimit të nivelit strategjik, siç janë mbrojtja ajrore, por edhe mbështetja ajrore. Gjithashtu, kjo marrëveshje parasheh edhe bashkëpunimin me qëllim angazhimin regional dhe angazhimin ndërkombëtar, më saktësisht ne bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndërtojmë plane dhe do të kemi mbështetjen e tyre për antarësimin e Republikës së Kosovës në NATO. Pra SBA-t janë zotuar përmes kësaj marrëveshje që do të mbështesin në aspektin teknik, procedural, edhe në aspekte tjera Republikën e Kosovës drejt antarësimit në NATO, po gjithashtu edhe në iniciativat regionale. Përveç gjithë këtyre që i theksova, kjo marrëveshje parasheh edhe një element shumë të rëndësishëm, atë të mbështetjes që do të kemi në aspektin e implementimit të një prej elementeve kyç të mbrojtjes gjithëpërfshirëse, atë të qëndrueshmërisë strategjike. Pra përveç mbështetjes që do t'i japin SBA-t ndërtimit të kapaciteteve tona ushtarake, mbrojtjes ajrore, këmbësërisë, artillerisë edhe gjithë elementeve ushtarak, do të ndihmojnë vendin tonë që të ndërtojë një qëndrueshmëri kolektive edhe jashtë ushtrisë, pra përmes organizimit të qytetarëve dhe përmes organizimit të strukturave tjera shtetërore. Pra është në përputhje me mbrojtjen gjithëpërfshirëse si koncept, cilën e kemi miratuar në qeveri vitin e kaluar. Ne vlerësojmë lartë gatishmërinë e SBA-ve për të vazhduar më tej në implementimin, pra në procedurat e mëtejshme për konkludimin e kësaj marrëveshje, të rëndësishme
për vendin tonë. Ne po vazhdojmë të ndërtojmë kapacitetet ushtarake të Forcës së Sigurisë Kosovës, po vazhdojmë të ndërtojmë sistemin tonë të mbrojtjes së gjithëmbashëm në Republikën e Kosovës dhe po vazhdojmë që të kontribuojmë gjithashtu edhe për paqen dhe sigurinë kudo në botë bashkë me partnerët tonë, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, Republikën e Turqisë, por edhe vendet e tjera. Dhe njëkohësisht po vazhdojmë që ka qenë më aktuale këto ditë edhe zhvillimin e industrisë së mbrojtjes me hapa më të përshpejtuar, me qëllim që vendi ynë që të ketë vetë qëndrueshmëri në aspektin e kapaciteteve të mbrojtjes. Gjithashtu, gjatë javës së ardhshme do të kemi një ngjarje të veçantë edhe të rëndësisë së madhe që do të realizohet pra në Republikën e Shqipërisë. Do të kemi një iniciativë regionale, e cila do të formohet pikërisht javën e ardhshme dhe do të bëhen të ditura detajet në ditët në vazhdim. Është një prej iniciativave për të cilat është punuar pothuajse një vit bashkë me Republikën e Kroacisë dhe Republikën e Shqipërisë dhe shënon një iniciativë të tillë të parë në rajonin e Ballkanit Perëndimor.